Ka vetëm pak minuta që ishte presidenti Ilir Meta është larguar nga mjedisi ku mbajt edhe dreka mortore, një drekë mortore në të cilën morën pjesë miq dhe familjarë të ngushtë të Ilir Metës, sigurisht edhe bashkëpunëtor të Partisë së Lirisë, por edhe bashkëpunëtor të tjerë të cilët nuk i përkasin Partisë së Lirisë, por kanë qenë miq të afërt të Ilir Metës, president dhe kryeministër. Në mjediset ku mbajt dreka mortore ishin të pranishme forcat e policisë, megjithatë në drekën mortore forcat e policisë nuk ishin me uniformën e tyre, por ishin civil, për mos të prishur edhe këtë vaki, e cila si në çdo rast tjetër është e rëndësishme që të kalohet në një intimitet të plot. Pas drekës mortore, Ilir Meta ka patur një takim me të gjithë miq dhe bashkëpunëtorët e tij të ftuar në këtë drekë mortore, ka patur disa biseda të ndryshme nga një tavolinë tjetër dhe më pas si është përshëndetur me të gjithë dhe i ka falenderuar për pjesëmarrjen, ai tashmë është larguar dhe është drejtuar drejt Tiranës, aty ku sot dhe përfundon liria e përkohshme që Ilir Metës ju dha nga SPAK për shkak të humbjes së babait të tij, Recep Meta, në moshën 83 vjeçare.